Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në takimin ton të fundjavës këtu në valët e Radio Travel dhe në Premium Channel në kanalin e YouTube ku mund të gjeni të gjitha intervistat tona. Ne jemi së bashku sot për të folur për një temë shumë interesante, shumë aktuale mbi të gjitha. Vetëm para disa minutash po shikoja një video të një roboti i cili kishte marrë rolin e një ciceroni në një prej muzeve të famshëm në Torino të Italisë. Sot turizmi nuk është më vetëm përvoja e udhëtimit, mikpritja tradicionale apo zgjedhja e destinacionit, ai po kthehet gjithnjë më shumë në një industri të drejtuar nga të dhënat, algoritmet dhe inteligjenca artificiale. Nga platformat globale si Booking, Expedia apo Airbnb deri tek aplikacionet që sot planifikojnë një udhëtim në detaje brenda një bisede të vetme, AI po ndryshon mënyrën se si udhëtojmë, se si informohemi, por edhe se si marrim vendime dhe kjo është paksa ajo pika ku çalon e gjitha. Por në këtë transformim të madh lindin disa pyetje thelbësore. A është Shqipëria gati për këtë revolucion teknologjik në turizëm, apo e përdorim AI si një mundësi zhvillimi, apo rrezikojmë të mbetemi pas dhe mbi të gjitha, a mund të ruhet identiteti i turizmit mes automatizimit dhe algoritmeve? Për të folur për këtë e për shumë të tjera, ne jemi sot në studio me Ermand Mertenika, ekspert në inxhinieri fizike, biomedical engineer dhe teknologji informacioni, urojtjem e saktë në gjithë të tituj. Po kënaqësi. Dhe besoj do të na ndihmosh shumë me këto 100 pyetje që kemi në listë. Përshëndetje Ada dhe kënaqësi që jam pranë ju si gjithmonë, domethënë në Premium Channel. Dhe faktikisht inteligjenca artificiale është një instrument ose një koncept që realisht po na çorodi gjithëve. Imagjino dhe ne inxhinierët. Por që unë mendoj që është kthyer pikërisht pra në shokun ton, është për mua aktualisht është kthyer në shokun tim më të ngushtë, digital. Jo vetëm për ty. Pikërisht madje pikërisht edhe pyetje të ndryshme si në aspektin profesional që bëjmë, apo personal të ndryshëm. Sigurisht që ajo që është më interesante është kjo periudha verore, domethënë periudha e turistike, që aktualisht ne të gjithë aplikojmë, shikojmë se çfarë ofertash fantastike do na nxjerrin domethënë. Dhe ç'është e vërteta unë mendoj që është shumë pikante dhe shumë e rëndësishme. Sepse inteligjencat artificiale me këto chatboxet, me këto ChatGPT etj, domethënë edhe na sugjeron në detaj në raport me çmimet, në raport pikërisht pra me paketat turistike të cilet janë fantastike dhe të jep disa mundësi zgjedhje që pikërisht të vendosësh. Kjo është gjë më interesante. Po, megjithse edhe në një farë mënyrë të largon pak nga realiteti për të ta prekim pas pak. Unë e përmenda që është kthyer nëse inteligjenca artificiale apo ChatGPT është kthyer në asistentin apo shokun ton më të ngushtë, agentin turistik më të ngushtë digital, atëherë pse jo? Domethënë mendoj që nuk është se na largon shumë më tepër na fut në atë botën e saj metaverse atraktive, për unë flas faktikisht në aspektin profesional, domethënë. Është shumë interesante. Unë i bëj edhe pyetje të çuditshme dhe më jep disa përgjigje që janë shumë pikante. Por që në turizëm unë mendoj që inteligjenca artificiale është fantastike. Po, si e përshkruani ju rolin e gjithë inteligjencës artificiale në botën e turizmit në rang global? Po flasim, sepse ishte ju që më nisën disa video. Po, sigurisht, inteligjenca artificiale unë shikoj që po simplifikon ose po thjeshton mënyrën ose procedurat, domethënë që të jenë sa më të shpejta, sa të jenë të kesh mundësi zgjedhje, disa mundësi zgjedhje, domethënë të larmishme dhe ti faktikisht të shikosh çdo gjë është automatizuar. Domethënë le të marrim pikërisht për rastin, aplikimi inteligjencë artificiale pikërisht pra në platformat online, në pikërisht pra në rezervimet e biletave të fluturimit apo të zgjedhësh paketa shumë e shpejt. Pra ajo simplifikon, thjeshton, procedura është më e shpejtë. Një gjë shumë interesante për shembull është edhe tek faqet Booking të hoteleve që të jep pikërisht pra zgjedhje optimale që është shumë e shpejtë. Pra janë të shpejta, është mjaft efektive. Ajo që mua më ka çuditur Ada, që kanë filluar dhe këto robotët humanoid. Sa fantastike, ishte një garë që zhvilluar para disa ditësh në Pekin. Imagjino pikërisht pra tashmë që të marrësh një paket nga Vast Travel and Tours që të çojë për shembull në Singapore ose në Dubai dhe të çohesh në mëngjes herët ku një sistem humanoid apo një robot komercial turistik ty të ofroj kafen e mëngjesit. Është realitet tashmë. Çdo kush dëshironte faktikisht. Edhe pikërisht pra video shumë interesante që është bërë virale globalisht me një agent turistik Ciceron, i cili aktualisht drejton pikërisht pra një ekip turistësh dhe është robot humanoid
është diçka shumë e bukur. Okay. Domethënë unë e shikoj që ne po jetojmë pikërisht në një revolucion të teknologjisë, ai sa është limiti, në një revolucion të teknologjisë që gjërat po i bën më të thjeshta, më të shpejta dhe shumë atraktive. Madje me inteligjencën artificiale, sepse unë e them edhe pak për batut, por më pëlqen jashtë mase, meqense jemi dhe të fushës. Krahas aspekteve turistike që ne kemi, këto po promovojnë të turizmin kozmik. Po, është kthyer, po. Imagjino, domethënë, a nuk do ishte shumë interesante që ne të dy bashkë të kërkosim një gujë turistike jashtë orbitës tokës, si ajo Katy Perry, se po bëjmë edhe pak për batut, si Jeff Bezosi, domethënë pioneri i teknologjisë krahas Elon Musk, që me anë të një kapsule kozmike çoi për 10 minuta kohë neto. Janë pak ekskluzive ato, Erman, janë të gjatë të kushtueshme. Sigurisht, madje unë edhe kuptova se ishte një kompani tjetër amerikane që ishte GRU Space Travel, që mendonte që të ndërtonte një hotel në hënë. Domethënë ku çmimi minimal për të shkuar atje ishte $1 milion, $1 milion. Madje kishin filluar të rezervimet e para. Ishin nga $250,000 për rezervim. Targeti janë miliarderët. Nisur nga këto, a mund të themi se industria e turizmit është duke u ndikuar më së shumti dhe më shpejt nga inteligjenca artificiale? Patjetër, është shumë suportive. Në krahasim me sektorët e tjerë, le të themi. Po, në turizëm, shiko, ne aktualisht jemi më shumë të atraktuar në sektorin shëndetësor dhe në atë turistik, sepse gjithmonë aspekti shëndetësor është primari dhe kur vjen sezoni turizmit, gjithashtu kjo nuk mbetet mbrapa, është e rëndësishme. Dhe sigurisht platformat online të booking, të rezervimeve, të paketave turistike, all inclusive, ultra all inclusive, me inteligjencë artificiale të japin goxha informacion. Domethënë edhe inteligjenca artificiale është vërtet shumë bindëse, që të jep në detaje etj. Shikoj, di çfarë ndodh, se disa të unë pa e devijoj pak bisedën. Shpesh thojnë një pyetje shumë pikante që njerëzit bëjnë, apo na dominon inteligjenca artificiale ose inteligjenca artificiale, po, a ka empati apo a do ketë empati? Tashi, kjo është një pyetje nonsens, sepse inteligjenca artificiale ne nuk na dominon. Ne jemi ato që e krijojmë, kreatorët e këtij instrumenti të rëndësishëm. Por inteligjenca artificiale, patjetër, është instrument shumë i rëndësishëm që po na ndihmon në punët tona. Po na ndihmon, domethënë, të kërkojmë oferta të mira turistike. Po na ndihmojnë pikërisht pra që të kemi pikërisht pra dhe një agent turistik optimal që për shkak fjalëve të orientojë në pikat më atraktive të një vendi të caktuar. Gjithashtu edhe në rezervime, në fluturimet, procesi të jetë më i shpejt, domethënë dhe më optimal, por ajo tjetra që do ketë empati. Shikoj, diku ngatrohet kjo për shembull, sepse çfarë ndodh? Kaq shumë sa janë zhvilluar software-ët sot. Për shembull platformat online, ChatGPT-ja. Kur çosh në mëngjes, ajo të thotë, për ta thotë në English, kuptohet se anglishtja është international language që është, domethënë është kthyer tashmë si një gjuhë që më shumë përdoret në teknologji, të thotë mirëmëngjes, si u zgjove sot dhe çfarë planesh ke. Domethënë duket sikur është një empati artificiale. Okej. Por që ç'është e vërteta në mua më duket pak a shumë sikur ne po jetojmë në një botë gjysmë apo full metaverse që pra po lundrojmë pikërisht pra në këtë botën e internetit, po lundrojmë në këtë botën e teknologjisë dhe informacionet janë nga më të ndryshmet. Po, por një tjetër aspekt që inteligjenca artificiale është duke mbizotruar në industrinë e turizmit është mënyra se si po e rrit në nivel global marketingun turistik apo jo? Patjetër, turizmi është një ndër pikat kyçe, domethënë të tonat, edhe sigurisht me anti-inteligjencë artificiale ose më saktë ky instrument inteligjencë artificiale po amplifikon, si mund të themi, botën digjitale, sepse kjo kur inteligjenca artificiale si koncept, sepse ne po jetojmë po 2-3 vite të fundit që është bërë një bum i madh. Domethënë, dhe kjo inteligjencë artificiale që po bëhet, fakti që ka krijuar këtë social media manager si profesion apo social media contenter si profesion, do thotë që pikërisht edhe botën e marketingut po e zhvillon shumë. Sepse çdo gjë është marketing, është ndryshe marketingu klasik dhe marketingu i bërë me AI, domethënë që ty të kaloni një dimension tjetër, domethënë jo real, domethënë bazuar në realitet, por është një boom i marketingut digital. Dhe ka më pak kosto apo jo ky lloj marketingu? Patjetër. Faktikisht ke prekur një pikë shumë të bukur, sepse shpesh herë kur themi zhvillimi i inteligjencës artificiale po ndikon në rritjen ose po shkakton një boom të marketingut digital. A mos ndoshta kjo rrezikon vendet e punës për specialistë apo profesionistët e marketingut? Shiko,
Unë e shikoj një farë mënyre që mund të, domethënë po ndikon në mënyrë indirekte, që do të thotë deri diku po zëvendëson vendet e punës. Sepse sot për shembull ke avatarët, ke hologramat që holograma ka qenë koncept inteligjencë artificiale shumë vite përpara, rreth viteve 70-80, domethënë e krijuar dhe ideuar në zemrën e teknologjisë amerikane, në Silicon Valley, dhe humanoidët sot që po bëjnë çuditëbërësit, domethënë robotët komercial, të cilët po fillojnë pa aplikohen në restorante, po fillojnë pa aplikohen pikërisht pra në hotele ose hoteleri turizëm, në domethënë si një agent turistik. Imagjino pikërisht pra një grup turistësh të kenë një robot dhe ti çojë në Milano, ky roboti, ose më saktë në një grup dhe ti orientoj pikërisht pra në pikat më të bukura më interesante. Po mirë, pak ti e preke pak më parë, po elementi njerëzor në këtë marketing turistik. Asa është automatizuar. Shiko, ajo është një gjë shumë e bukur sepse si çfarë ndodh. Elementi njerëzor është një koncept që përfshin emocionin, përfshin ndjenjat edhe idenë, domethënë për ta bërë sa më atraktive me pasion. Inteligjenca artificiale është një gjuhë automatike ku i mungon pasioni. I mungon empatia. Po imagjinoj një reklam të një resorti ku një vajzë e bukur, njëri shtrihet në atë krevatin që provon dyshekun dhe të shtrihet një robot. Cila do të pëlqente më shumë? Unë desha të prek diçka tjetër të ngjashme. Na kujtohet shumë bukur ai filmi para ca vitesh, nuk e di, më ka mbetur gjurmë në mendje. Ka pasur ky filmi me Al Pacino në Simulation 1. Që ky Al Pacino krijoi pikërisht pra një këngëtare të mrekullueshme, domethënë koeficienti bukurisë ishte maksimal. Dhe zëri ishte fantastik, po çfarë zëri ishte? Ishte një zë i klonuar. Dhe me atë një projektimi në hologram, pra po bëjmë një paralelizim, me atë një projektimi në hologram, njerëzit nuk e kuptoshin që kjo ishte inteligjencë artificiale, ishte, domethënë e dishin si të vërtet, si një këngëtare të mrekullueshme me koeficient bukurie maksimale dhe u atraktuan. Ndërkohë që në një moment ky ishte Simon, emri i kësaj këngëtares, që ishte ndryshe thënë Simulation 1, ishte një gjuhë algoritmike, matematikore. Dhe kur në një moment u zhduk, njerëzit filluan, domethënë audienca filloi ta kërkonte. Dhe nuk u gjeshin dhe u fut në një telash sepse ishte një gjuhë programimi, një kod kompjuterik në një disket në atë kohë, ekzistonin disketat. Imagjino domethënë kur ka lidhur sa film fantastik ka qenë. Imagjino domethënë koncepti AI-s ka lindur në atë kohë. Sigurisht tek ne do vinte më vonë sepse shiko, piedestali i teknologjisë dhe zemra e teknologjisë është, ne kemi përmendur Silicon Valley. Pikërisht ai fshati i bukur amerikan, ku se po e them edhe për pak, ku të gjithë kompanitë globale si Google, si Neuralink e të tjerë si Apple janë të fokusuar aty. Dhe ato i krijojnë. Patjetër. Kështu që sot, domethënë inteligjenca artificiale po rrit shumë marketingun. Domethënë po e zhvillon, po e amplifikon fuqinë e të promovuarit të gjërave, aq më tepër në botën turistike. Po në Kosovë, në Shqipëri, sa është i zhvilluar përdorimi i AI në turizëm? Si e shikon këtë qasje? Shiko, a jemi gati ne për automatizuar? A kemi infrastrukturën e duhur? Po, shiko. Shqipëria faktikisht është një vend shumë i bukur në aspektin e turizmit, sepse një vend ku alternohen disa koncepte relievi, malore, fushore, detare, pra një vend i bukur. Kjo e marr në opinion edhe nga të huaj që ta kam vizituar. Fakti që e kam vizituar kaq shumë do thotë që kam parë një lloj atraksioni që i ka tërhequr. Shqipëria është një vend pikërisht pra që ka startupe. Ka të rita apasionuar mbas teknologjisë, ka të rita apasionuar mbas marketingut digital, që janë dhe kreativ. Por, domethënë edhe software të ndryshëm, programe të ndryshme të cilët aplikon në agjenci turistike, në hotele, në rezervime online, në booking. Pra është pjesë e kësaj vorbule të AI-s, të kësaj teknologjie. Por që unë mendoj, si ta them, që mbase mund të duhet pak më shumë investim. Domethënë për ta bërë vendin akoma më shumë atraktiv. Në kohërat që jetojmë, është një luks apo një domosdoshmëri përdorimi i AI? Në turizëm. Unë mendoj që në kohërat në ditët e sotme, unë mendoj që është utilitarizëm, pra është e domosdoshme që të përdoret, domethënë, sepse fjala vjen çfarë më ka ndodhur mua vjet, isha në kërkim të një pakete turistike, kryesisht në Belek, në Antalya, Kemer etj. Dhe më nxori pikërisht pra disa variante në Antalya, që bashkarisht si çift na se po bëj edhe në trajt interaktive. Patjetër. Na pëlqeu, filluam pam pikërisht pra në detaj
resortin kush ishte, jo fluturimi e facilitete që tjerë, ofronte. po, na pëlqeu dhe shkuam. Pra Okej. inteligjenca artificiale drejton. të qytetarëve, po i bën të mundur me anë të racionalitetit vet që të kuptojnë më qartë opsionet e një apo disa varianteve. Okej. Që më pas të dinë që të zgjedhin atë që është ose më saktë ajo që është më shumë e pëlqyeshme për ta. Pra Okej. selektive. Pra në botën e turizmit unë e shikoj AIN më se të përdorshme, më se të rëndësishme për të thjeshtuar si punën e agjentëve turistik, për të thjeshtuar edhe punën e kompanive apo agjencive turistike në mënyrë të tillë që t'u japi pikërisht pra ofertat më të mira turistëve, qytetarëve të ndryshëm Po, etj, klientëve, po, po patjetër. klientëve të cilët të ndjehen komodë dhe të marrin sa më shumë informacion. Dhe duket se po ndryshon në një farë mënyrë përvoja e një njeriu të thjeshtë, e turistit, kur përdor chatbotët e inteligjencës artificiale, të cilët janë 24 orë në shtat. Po, në sepse janë dispozicionin interaktive, tënd. janë Po. interaktive, Dhe kjo ka lehtësuar goxha. Sigurisht, le për themi. shembull, ne shikojmë inteligjenca artificiale shumë të përdorshme në aplikacione. Po. Do thotë ne po shikojmë dhe aplikacioni Booking është shumë i azhurnuar, apo dhe aplikacionet e tjera, për shembull siç është Sky Expedia, po, Expedia, Airbnb. po, Airbnb, edhe Touristic Guides, janë disa aplikacione që para se të shkosh në një destinacion, Ose Get Your e Guide mira, është e famshme. Po. Nëse ti kërkon për shembull një destinacion ose ke planifikuar që në muajin e ardhshëm të shkosh pikërisht pra të udhëtosh në një destinacion, të jep informacione, të sugjeron më së miri se kush janë ato pika turistike më pikante që ty të tërheqin që të shkosh të vizitosh. Që nesër pas nesër të kesh një kujtim shumë interesant dhe të bukur. Domethënë, këto po bën inteligjenca artificiale në turizëm, pra në sektorin e turizmit, po të jep informacione të azhurnuara, të automatizuara, të koncize, në mënyrë të tillë që ti të përgatitesh për një eksperiencë shumë të bukur. Për një eksperiencë që ti shfrytëzosh të gjitha pikërisht në atë destinacion ku të shkosh. Në një farë mënyrë, bazuar në buxhetin. Po, a do ta humbasi plotësisht kontaktin njerëzor, shërbimi klientit? Unë mendoj, e di çfarë ndodh, është një pyetje e bukur që më bëre Ada. Unë dua ta krahasoj këtë me botën e medias, sepse siç të thash edhe më përpara që unë kam pas punuar një farë kohë në gazetari, edhe në media pasion kam pas gazetarin. Kjo është sikur për shembull fjala vjen ne të dy të jemi për shembull një sistem AI, dy robot humanoid, të cilët japim të diskutojmë për AI në turizëm dhe më pas edhe ato që do na ndjekin nuk do jenë njerëz, po do jenë po robot. Okay. Që do të thotë, asnjëherë inteligjenca artificiale nuk do e japi ose nuk do e zëvendësoj pikërisht pra njeriu 100%. Okay. Sepse inteligjenca artificiale ka tre gjëra inteligjenca natyrale ka tre gjëra që inteligjenca artificiale kur nuk do t'i ketë. E para është empatia. Okay. Ne e japim lajmin me emocion dhe me ndjenja. Ne i japim ofertat pikërisht pra duke atraktuar, duke krijuar një marketing organik dhe original. Logjika organike. Inteligjenca artificiale ka logjika automatike. Press the button and go vazhdon. Okay. Kurse ne mundohemi që t'japim logjikën organike dhe argumentat e duhur. Dhe arri kur një robot. Absolutisht. Pikërisht këtu i themi që inteligjenca artificiale na marr të keqen. Po, pikërisht. Por që ne jemi ato që e krijojmë, mund të na dalin në bumerang se përdorimi i te kaluar i cakut të AI sigurisht pikërisht do na dali si mund të themi në bumerang. Për shembull, çfarë po ndodh me inteligjencën artificiale? Shumë kompani të ndryshme, përfshirë dhe kompani turistike, shpeshherë pikërisht pra duke bërë të mundur implementimin e automatizuar të AI-t, risku është vendet e punës. Po. Pra është diçka që ekziston. Unë për shembull fjala vjen se po them të përbatu si inxhinier fizikant biomjekësor, unë jam i pari që mund të zëvendësohem. Nëse do dalë një inxhinier fizikant ose një armand AI që do bëj punën time, dhe mua do më çojë me pushime. Okej, dhe nuk do shumë vite besoj kjo gjë apo jo. Dhe gjëja e parë do vi në Vast Travel and Tours, do shikoj pushimet, shkoj. Okej. Tani, a ndihmon AI në analizimin e sjelljes së turistëve në parashikimin e sezonit? Mund të rekomandoj. Patjetër, mund të rekomandoj, domethënë për sezone të ndryshme, aplikimi ose më saktë oferta të ndryshme domethënë të sugjeruara nga inteligjenca artificiale, se ne e marrim si term generalist, mundet të suportoj turistët për çdo
për disa variante sezonale. Për shembull, fjala vjen po themi në këtë periudhë çfarë sugjerohet më shumë ose ku ka kërkesë më të madhe. Në periudhën e verës, në turizmin dimëror për shembull, të jep është shumë suportive. Unë përmenda pak a shumë është shumë utilitare, të zgjidh punë, jep opsionet optimale në mënyrë të tillë që edhe të stimulon dhe argumentin dhe logjikën. Pra kjo është inteligjenca artificiale, është instrument i rëndësishëm që ne na suporton dhe na amplifikon logjikën që kemi. Okej. Por po na bën dhe pak dembel. Po na bën Se ka pak dembel disa- dhe këtu do doja të ndalesha pak sepse lexova para 2 ditësh që platformat si Roam to Rio apo Omio po integrojnë AI për planifikim udhëtimesh të mirëfillta. Po. Dhe shumë njerëz janë duke planifikuar udhëtimet vetëm duke pyetur Po na chatbotet. bën dembel Ada. E di çfarë do thotë kjo? Çfarë sjell kjo për përdoruesin, nëse konkretisht le të themi se Për përdoruesin thjeshtimi i punës. Nëse ne aktualisht i gjejmë punët gati, atëherë ne nuk e vrasim trurin fare, domethënë atë mendjen, atë logjikën organike. Okej. Që do thotë, hajde se un kam një problem ose dua të gjej pikërisht dua të bëj pikërisht ose më saktë, dua të gjej një resort interesant, po themi në Singapur ose në Zanzibar. në Zanzibar ose në Finland për Okej. shembull, fjala vjen. Edhe ti nuk shikon edhe të lodhësh pak mendjen organike, logjikën organike të selektimeve, por ti mjafton shkruan një pyetje unë përdor një aplikacion shumë interesant, Copilot të Microsoftit, Okej. të këtij Gates, edhe shumë dominant në raport me ChatGPT, dhe të jep variantet. Pra që do të thotë, po ta marrim në trajt të përgjithshme tashmë, po të largohemi pak në pjesën e turizmit. Inteligjenca artificiale po zhvillohet aq shumë sa që side efekti kryesor është që po na bën dembel. Do të thotë ne nuk po e vrasim mendjen dhe punët po na i zgjidh AI-ja. Për shembull, fjala vjen sot, unë para shumë vitesh gati kur kam qenë për shembull në fakultet llogarit në 2003 në 2004, bëshim ato lëndët e vështira, matematikat, fizikrat, ato formulat e tmerrshme që na duhej gati gjysmore për ta zgjidhur një ekuacion shumë vështirë. Sot tham një herë e provova, isha në darkë, po pushoja pak. Hajde se po e provoj një herë ChatGPT-n, Po do të bëj shumë fotografoja mekanik. një ekuacion, për pak sekonda ma zgjidhi. Tash patjetër. shumë sa kemi lodhur trurin, tash je alia për lodhët për ne. Kështu që dhe në sektorin e turizmit, po kthehemi prapë pikërisht pra aty, inteligjenca artificiale, pra këto platformat online të cilët përdorin AI, po i ndihmojnë pikërisht pra shumë klientët të gjejnë opsionet sa më optimale të mira për një kohë shumë të shpejtë. Po okej, deri këtu jemi në rregull, po a rrezikon e gjithë kjo gjë, Mandi, që shkojmë gjithmonë drejt të njëjtave destinacione turistike. Sigurisht. Duke lënë në një ndoshta disa perla të fshehura në shumë vende të botës, ë? Sigurisht, prandaj është shumë e rëndësishme që ne mos Elementi bazohemi njerëzor, po këtu elementi vjen në rol thelbësor elementi njerëzor. po. Prandaj është ajo që ne aktualisht AI-n duhet ta ndërthurojmë në mënyrë sa më të shëndetshme, pra që ne pikërisht pra të gjejmë një balans të artë. Nuk po e them balans të artë, se balanca e artë është ideale. Të gjejmë një balans midis përdorimit të AI-t edhe një pikërisht pra një specialistit të turizmit i cili ka pasur eksperjenca të mëparshme në një destinacion apo një ekspert pikërisht në fushën e turizmit dhe të marrin përshtypje. Sepse sigurisht që inteligjenca artificiale nuk i di gjitha dhe inteligjenca natyrale që jemi ne nuk i di gjitha, por nëse ndërthuren të dyja dhe ne i përdorim në mënyrë sa më efikase, atëherë sigurisht mund të gjejmë informacione, siç e thatë edhe ju, në një destinacion të caktuar mund të ketë perla të fshehura që mund të jetë pikërisht para rezultat i alternimit të dyja AI-ve, inteligjencave, natyrale dhe unë e them për batut, inteligjencë natyrale që jemi ne dhe inteligjencë artificiale që është. Okej. Tani, me aq informacion sa kam urojt jeme sakt, në projekt buxhetin e 2026 parashikohen rreth 270 milion lekë për zhvillimin e turizmit. Në Shqipëri. Por, në Shqipëri. Po. Sa duhet fokusohemi tek teknologjia në këto investime? Shqipëria faktikisht ajo që po shikoj më shumë krahas turizmit detar, kemi edhe turizmin pikërisht pra malor apo turizmi gjelbër që i themi në një farë mënyrë. Kemi një boom madhor të zhvillimit të agroturizmeve apo bujtinave, kur psikologjike, sepse është një vend vetë që funksionon këtë. Dhe sigurisht teknologjia faktikisht është pjesë e rëndësishme në mënyrën se si një biznes i caktuar, për shembull një agroturizmi apo bujtine etj e promovon, sepse ka dhe diçka të bukur këtu. Duhet të dish ta promovosh në mënyrë sa më efikase një biznes tëndin ose një biznes turistik.
mund të themi kështu, nëse ti e promovon në mënyrë sa më efikase, pra disa rregulla në Instagram, për shembull, të krijojnë reelse vertikale për një kohë të shkurtër që t'japin impakt, domethënë përdorimi i 5 hashtageve maksimumi që kanë më shumë ndjekës këto hashtagë dhe mesazhet çfarë shkruhen. Pra duhet të ditur pikërisht pra mënyra se si ne e promovojmë. Okej. Pra kjo është artë me vete. Është diçka shumë, mua më kujtohet një reklam shumë e bukur se dua përsëri të bëj në teknologji. Për një bateri më duket se ka qenë në ato kohë në vitet 80, imagjino si punoshin. Domethënë punon të departamenti marketingut sepse truri është departamenti marketingut në çdo biznes. Patjetër. Sepse duhet të jesh sa më kreativ në bashkëpunim me AI të krijosh gjëra të mëdha. Është ajo që do të duket në fund të. Ishte një robot i vogël, edhe një shkallë dhe këto i robotit vogël i vendosën një bateri dhe filloi të ngjitej gradualisht. Edhe po i bëshim pra departamenti marketingut ose ai që e promovon shumë mirë një biznes turistik, sigurisht që do ketë feedback, sepse është impakti i parë që të shkakton ose i ndikon pozitivisht tek një klient apo tek një qytetar. Okej. Por unë e përmend nga krahas turizmit detar në Shqipëri po dominon shumë turizmi i gjelbër. Po turizmi i kulturës që e ka zgjatur pak sezonin, ëh? Po, mua faktikisht më shumë më pëlqen turizmi i gjelbër. Okej. Shpeshherë faktikisht bashkë me bashortën i frekuentojmë të bujtinat, kryesisht apo agroturizmin dhe jemi shumë të traktuar te kjo gjë. Okej. Megjithatë, në transformim digjital besoj në këto kohë është e rëndësishme të investohet, sa i përket industrisë së turizmit dhe bazuar në shifrën e buxhetit që është dedikuar turizmit. Po, Shqipëria unë e përmenda pak a shumë, domethënë është një vend që ka potencial të madh në aspektin e turizmit, pra që do të thotë alternimi i disa relieveve i bën pikërisht pra qytetarët apo dhe të huajt i bën shumë pronë të vetes pra që ti tërheqi dhe unë me sa kam kuptuar domethënë gjatë këtij viti dhe pa ta pyetur edhe çik ChatGPT-n për numrin e turistëve që kishte hyrë, le që ishte një numër masiv, domethënë dhe eksperiencat ishin shumë bukura. Tash tek këtu mund të ketë një kështu, por që eksperiencat ishin shumë bukura. Një vend i cili ty të ofron opsion zgjedhje, pra një vend potencial turistik, sigurisht që ka premisa. Okej. Ka premisa. Tani do të ndalemi shumë shkurt tek disa pyetje që kam lënë për në fund të intervistës. Apo e zëvendëson inteligjenca artificiale agentin turistik tradicional? Çfarë pyetje ke bërë Ada, shumë pikante kjo, është shumë interesante. Faktikisht inteligjenca artificiale, unë e përmenda pak a shumë, është domethënë po ndikon në një zëvendësim indirekt. Pra ne po na zëvendëson në mënyrë indirekte, pasnjëherë pikërisht pra një agent ose një ekspert turistik profesional nuk mund ta zëvendësojë. Mbase mund ta ndihmoj pikërisht pra që mund ta ndihmoj pikërisht pra për të shtuar si mund të kemi informacione, orientime si të bëhet pikërisht pra më praktik etj, por që asnjëherë nuk ta zëvendësojë. Kjo është gjë që është ne e krijojmë AI-n, ne duhet ta përdorim në limite. Pra me një masë caktuar. Tani, a rrezikojmë që AI ta bëj turizmin më të mërzitshëm dhe pa surpriza? Mendoj që deri diku ekziston si pyetje. Patjetër, nëse përdoret masivisht për një kohë të gjatë, mbas edhe mund të ndikojë deri diku në humbjen e interesit, por prap kjo është një gjë për tu parë Ada, sepse duhet një kohë shumë e gjatë që faktikisht ne jemi domethënë ne të mërzitemi nga destinacionet të cilat afrohen totalisht 100% nga inteligjenca artificiale. Por që inteligjenca artificiale momentalisht ku jemi po na ofron, unë e përmenda pak a shumë opsione shumë interesante, me efikase dhe mjaft atraktive domethënë që po i përshpejton gjërat. Domethënë është një lloj organizuesi digjital ose një, si mund të them, disiplina digjitale. Pra korrektesë maksimale, por të jep informacione, të jep të dhëna. Mendoj që deri këtu në këtë fazë jemi shumë mirë. Jemi mirë deri tani. Tani, apo na zgjedh AI destinacionin e pushimeve, pra ti po i zgjedh vetë pushimet apo është algoritmi? Edhe kjo është pyetje shumë e bukur. Unë mendoj që mund të jenë të dyja në bashkëpunim me njëra tjetrën. Sepse nëse unë për shembull kërkoj një destinacion turistik që të shkoj dhe me ndihmën e AI-s, mendoj që kjo është mjaft efikase. Pra unë të kërkoj vetë, por sigurisht më duhet ndihma e inteligjencës artificiale, se kur flasim për AI, ne flasim për një term generalist. Nëse unë për shembull kërkoj një destinacion dhe jam interesuar
të eksploroj më shumë në këtë destinacion, AI më jep një të dhëna të bollshme, domethënë, dhe më orienton Që të pika vendosësh. turistike, po. Po, që të Është vendosësh. racionale, ndikon, por e ndërthurur me një ekspert të turizmit. Sepse Patjetër. pasi ti një merr informacione për një ofertë saktuar paket, për shembull, all inclusive apo ultra all inclusive, sigurisht do orientohesh edhe tek një ekspert Po, dhe turistik vast tour është profesional. zgjedhja e duhur gjithmonë. Vast tours always. Tani, a është Shqipëria gati për një turizëm të drejtuar nga inteligjenca artificiale? Shqipëria gati që të orientohet në mënyrë autonome, thua 100%. Deri diku. Mendoj që gati deri diku është, por gjëja më e bukur do ishte alternimi, domethënë të dy alternimi midis mendjes njerëzore, trurit njerëzor dhe AI-t. Okej. Se ne s'mund të për shembull të orientohemi totalisht nga inteligjenca artificiale. Është diçka që sepse prap na lindim pyetje, domethënë që na duhet patjetër pikërisht pra dhe një domethënë na duhet edhe një si mund të themi përgjigje nga njerëz për opinionet vërtet. ndryshme, për eksperjenca të aty, për shembull fjala vjen aspektin e turizmit për qytetar apo turistë të cilët kanë shkuar më parë në atë destinacion, cilët pikërisht pra shprehin Dhe eksperiencat për vojat e tjera. Pikërisht se reklama më e mirë e një vendi është ajo Po goj nëse më goj. shkruan ti në inteligjencë artificiale, për shembull, inteligjenca artificiale do të jep më të mirat, por nuk të thotë detajet, për shembull, që një klient, për shembull, fjala vjen ose një turist ka shkuar më parë në atë destinacion, edhe përshtypja siç tek është, duhen të dyja mendimet. Po, patjetër. Se nëse ne do fokusohemi vetëm ke AI, do thotë që ne po humbim fare ato sensin pavarësisht se unë po humbim domethënë sensin e logjikës në një farë mënyrë. Unë e përmenda kthyer shokun me ngushtë digital, unë çohem mëngjes, një pyetje shkruaj apo shikoj online, një lajm nga Elon Musk, unë jam fan shumë i madh i Elon Muskut, pioneri i teknologjisë, një lajm nga Bill Gates, një lajm nga Jeff Bezos. Edhe si mos Njësi dita zgjohesh po. në mëngjes, domethënë me një energji kaq pozitive që të bëj boost of energy. Okej, e fundit, turizmi me inteligjencë artificiale është bërë më i zgjuar apo më i kontrolluar? Edhe kjo është një pyetje që më bën të mendoj, por ajo Tani, që më duket besoj më shumë, Të kontrolluar jemi të gjithë. më shumë mendoj që peshon tek opsioni që na bën më të zgjuar, domethënë të selektojmë. Okej. Domethënë unë e përmenda pak a shumë që duke pasur parasysh që inteligjenca artificiale ka pjesë të vetes, është një gjuhë algoritmike dhe ka pjesë të vetes disiplinën digjitale, thojza, do thotë që një zgjedhje domethënë po bën zgjedhje të zgjuara. Por sigurisht që edhe të kontrolluar tashmë bota e teknologjisë, gjithë jemi të kontrolluar. Ore, ne flasim tani për këtë temë dhe algoritmet fillojnë shfaqen pa Shiko, fund. nëse kemi profile në Facebook, në Instagram, në TikTok etj, të unë desha ndaloj pak tek Instagrami. Këto janë databaza, këto janë mega servera global, të cilët kanë të dhënat tona. Po, Kështu që do të patjetër. thotë në një farë mënyrë quhet një kontroll deri diku digital. Patjetër. Por në raportin me prap duhet i kthejmë pikërisht profilit turistik. Instagrami është aplikacioni më i mirë dhe më serioz sot, ja të cilës përdoret po i sjell benefite kompanive të ndryshme, si në shitje paketash, si në promovimin në marketing digital, në raport me të tjera. Është bërë një instrument shumë serioz dhe shumë i rëndësishëm. Është temë por shumë e duhet gjerë të edhe dim- kjo dhe do të kemi mundësi por tjetër duhet për të të dim- folur. Duhet të dim si ta përdorim në mënyrë sa më efikase. Sa më efikase, po është e vërtet, është e vërtet. Kreativiteti Dhe duhen gjetur njerëzit e duhur për të ta menaxhuar këtë gjë. Sigurisht. Gjithmonë elementi i njeriu duhet të jetë prezent. Elementi i njerëzit, sepse ne jemi ato kreatorët, ne e kemi vërtet. krijuar AI-n. E vërtet, po. Kështu që ne duhet të dim ta përdorim në masë për të na ndihmuar ne, pra instrumenti më i rëndësishëm që ne na ndihmon në punën tonë. Mandi, shumë faleminderit që ishe në studio. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në Premium Channel. Dhe do kemi mundësi të tjera e tema të tjera për të Mbase folur. një tematik tjetër kur ta sa vinë një të robot duash. këtu, domethënë që të na serviri Pa, jemi drekën dhe partner darkën në në restorant. studio. Shumë faleminderit që ishe me ne në studio dhe më uroj punë të mbarë dhe Ju shumë faleminderit suksese. gjithashtu edhe juve. Okej, do të bëjmë një shkputje ne muzikore dhe do të rikthehemi sërish në Weekend Lovers.